Pejgamberi ynë i dashur sallallahu alaihi wasallam ishte shembulltyr praktike që jetonte mësimet dhe parimet në përditshmërinë e jetës. Aisha radhiyallahu anha ka thënë morali i tij ishte Kurani. Kush e mëson biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i sheh të gjitha vetitë e mirësisë në moralin dhe sjelljen e tij. Ai ishte modest dhe këtë thirrje e barte bashkë me sahabët e tij, me të cilët e ndante përgjegjësinë në të gjitha rastet dhe fushat. Nuk e dallonte veten prej sahabëve, por tregohej i barabartë me ta. Në luftën e Bedrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtonte rreshtat e ushtrisë, siç i drejton udhëheqësi rreshtat e ushtrisë. Kaloi pranë Sewad ibn Ghaziyja radhiyallahu anhu, i cili nuk ishte në rresht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shpoi me shkop në bark dhe i tha: "Drejtohu o Sewad." Ai i tha: "O i dërguari i Allahut, më vrave, do më thonë, më godite dhe më dhembi, kurse ty Allahut ka dërguar me të vërtetën dhe me drejtësi. Prandaj ma kthe hakun." Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e zbuloi barkun dhe tha: "Merr hak." Atëherë Sewadi e përqafoi dhe e puthi në bark. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Pse e bëre këtë?" Ai tha: "O i dërguari i Allahut, ka ardhur ky moment i rrezikshëm dhe desha që lamtumira ime me ty të jetë duke të përqafuar." Këtë hadith e transmetojnë Beheqiu dhe Albani thotë zinxhiri i tij është hasan inshallah. Ky është një qëndrim që tregon modestitë të pakrahasueshme në historinë e lidhjes mes pushtetarit dhe popullit të thjeshtë. Por njëherësh tregon edhe për dashurinë e sinqertë mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve të tij, pasi dashuria ndaj tij është pjesë e imanit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Nuk e ka imanin e plot një njeri përderisa unë nuk jam më i dashur për të se fëmia i tij, prindi i tij dhe të gjithë njerëzit." Transmeton Buhariu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte udhëheqës i drejtë. Ai formoi shtet të ndërtuar mbi drejtësi dhe udhëheqësi të mençur. Secilit ia dha të drejtën dhe atë që e meriton, duke refuzuar çdo lloj të ndërmjetësimit për zbatimin e dënimit ndaj atij që ka gabuar. Kur një grua prej kurejshve kishte vjedhur, ai e refuzoi dhe e qortoi përpjekjen për të ndërmjetësuar, duke thënë: "Atashfa'u fi haddin min hududillah", apo ndërmjetëson për anulim të një ligji prej ligjeve të Allahut. Pastaj tha: "O njerëz, ata që ishin para jush janë shkatruar për shkak se kur vidhte në mesin e tyre ndonjë me pozit e linin, ndërsa kur vidhte një i dobët e dënonin. Pasha Allahun, sikur edhe Fatimia bia e Muhamedit të vidhte, do t'ja prisja dorën." Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mësoi umetin e vet se si duhet të jetë durimi në sprova dhe vështirësi, dhe si duhet të jetë qëndrueshmëria në fenë e vërtetë.